Numri i turistëve që vizitojnë Kroacinë ka rënë ndjeshëm, duke shkaktuar një goditje të madhe për industrinë. Vendi ballkanik ka qenë një parajs për vizitorët nga Gjermania, Austria, Republika Çeke dhe Italia, shumë prej tyre të tërhequr nga çmimet më të lira në krahasim me shtete të tjera. Megjithatë, në 3 vitet e fundit çmimet e turizmit janë rritur me një shifër marramendse prej 50%. Kjo rritje po e bën Kroacinë më të shtrenjtë se 2 nga rivalet e saj më të mëdhenj, Spanja dhe Greqia. Kostot në të 2 vendet mesdhetare janë rritur vetëm me 15 deri 20% gjatë së njëjtës periudhë. Vlen të përmendet se ky ndryshim i papritur në Kroaci nuk lidhet me faktorë të jashtëm si kostot e energjisë apo norma e tatimit mbi vlerën e shtuar. Vendi përfiton nga disa prej çmimeve më të ulta të energjisë në Eurozonë dhe një normë të reduktuar të TVSH-s për turizmin prej 13%. Megjithatë, shkaku rrënjësor qëndron në rritjen e kostove operative brenda industrisë së mikpritjes. Këto kosto në rritje kanë shkaktuar një efekt domino duke çuar në stagnacion qëndrimet me një natë dhe një rënje në shpenzimet turistike. Sektori i turizmit, dikur një shtyllë kyçe e ekonomisë së Kroacisë, tani po përballet me sfida për të mbështetur rritjen e tij. Ndikimi i çmimeve më të larta është tashmë i dukshëm. Vizitat e turistëve nga tregjet thelbësore si Gjermania, Austria, Republika Çeke dhe Italia kanë rënë ndjeshëm. Gjatë kulmit të sezonit vitin e kaluar, të ardhurat nga turizmi i huaj në Kroaci ranë me 0.7% krahasuar me një vit më parë. Një tjetër sfidë me të cilën përballet sektori është mbështetja e madhe në platformat globale të rezervimeve. Komisionet e larta të këtyre platformave po i gërryejnë të ardhurat e ofruesve lokal të akomodimit. Shoqata kroate e akomodimit familjar ka propozuar zhvillimin e një sistemi kombëtar rezervimesh për të zvogëluar varësinë nga platformat ndërkombëtare. Një sistem i tillë mund të ndihmojë bizneset e vogla të mbajnë më shumë të ardhurat duke u ofruar turistëve çmime konkurruese. Për vizitorët që kërkojnë mundësi të përballueshme brenda Europës, reputacioni i Kroacisë si një destinacion i lirë po venitet. Udhëtarët më të pasur mund të vazhdojnë të vizitojnë shtetin, por qytetarët me të ardhurat të mesme do t'u japin përparësi vendeve më të përballueshme si Greqia apo Turqia.